Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një deklarat e ka përshkru kështu njeriun e keq. Ka thonë nuk ka njeri ma të keq se ai të cilit i ruhen dhe i druhen njerëzit, i shmangen njerëzit nga frika e të keqës së tij. S'ka njeri ma të keq se ai të cilin njerëzit pritojnë me e taku, pritojnë me ndru dy llafe me te. Për çfarë arsye? Për arsye se secili njeri rrezaton, secili njeri reflekton diçka, secili njeri ose ka me rrezatu pozitivitet, ose ka me rrezatu negativitet. Pra ka njerëz cilët veç me i pa, ta kujtojnë Allahun, të kujtojnë gjona të mira, hiç pa ndru ndonjë llaf me te. Ka njerëz cilët kur flet me ta, kush e di çfarë brenga edhe halle me pas, ty duket vetja i lehtësum. Pse? Për arsye se ai flet vetëm fjalë të mira. Edhe ka njerëz të tjerë cilët veç me e pa në rrugë, ty duket se të mrapshtohet dita. Mos të flasim më me i ndru dy llafe me te, e mos të flasim më me pas punë me te.